Në objektin e gjykatës themelore në Prishtinë, klimatizimi nuk është duke funksionuar dhe si pasojë e kësaj temperaturat në përzyret e gjykatës dhe në sallat e gjykimit kanë arritur deri në 34 gradë. Duke krijuar kushte të vështira për punë dhe duke krijuar ambient të papërballueshëm për gjyqtarët, për stafin e gjykatës, po ashtu edhe për palët në procedurë të cilët të vazhdimisht marrin pjesë në seanca gjyqësore. Temperaturat e larta në përzyret të gjykatës dhe sallat e gjykimit janë duke ndikuar negativisht në shëndetin e gjyqtarëve dhe stafit administrativ, po ashtu edhe në efikasitetin e punës së përditshme në gjykatë. Duke pasur parasysh se një numër i zyrtarëve është edhe me sëmundje kronike dhe kjo gjendje është duke keqësuar shëndetin e tyre, ndërsa dje kemi pasur edhe një rast të alivanosjes në gjykatë. Menaxhmenti i gjykatës ka njoftuar me 10 herë zyrtarët kompetent nga Ministria e Punëve të Brendshme, Divizioni për Menaxhimin e Ndërtesave, duke kërkuar intervenim për sanimin e problemit. Mirë po megjithatë deri më tani nuk janë ndërmarrë masa konkrete për zgjidhjen e kësaj çështje dhe gjendja është duke vazhduar të jetë e njëjtë. Kërkesa jonë është e thjeshtë dhe legjitime, të sigurohen kushte minimale dhe njerëzore për të kryer punën në mënyrë dinjitoze dhe për të zhvilluar proceset gjyqësore në mënyrë të rregullt. Po ashtu ju bëjmë thirrje institucioneve përkatëse që të marrin masa të menjëhershme, pasi që është krijuar një gjendje alarmante. Këtë problemi ju dini që e kemë vazhdimsi. Mos thon pe inaugurimit këtij objekti. Verës katastrofë. Temperatura katastrofë, klimatizim zero. Dimnë të zemje s'ka, nuk e di deri kur, shteti jo, ministria do të intervenon, do të na krijon kushtet mirë për punë. Definitivisht jem shumë keq. Klimatizimi nuk punon, kushtet janë të mërësisht për punë. Po para mendon nëse është jashtë, për shembull 33, mrena është 35 gradë. Gjithmonë 2 gradë më tepër është mrena se sa jashtë. Kështu që kushtet e kemë shumë keq. Kërkojmë shumë me ngon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Le të na bën zgjidhjen sepse ky objekt me të vërtetë është gjendje shumë të keqe. Nuk është gjë për asnjë arsye tjetër për shëndetin e punëtorëve, me të vërtetë do të intervenohet edhe do të më na kriju kushte për punë. Po ndikon shumë keq. Definitivisht shumë keq, kemi edhe marrëmendje, kemi edhe mundim, kushte s'kijet mira, përqendrimi se kijet mirë në punë. Ndojnë pafundësi na sonrrim. Ne kemi kërkuar për asa na takon neve si sindikalistë. Ndoshta javën e ardhshme do të ulet sindikata dhe do të merr ndonjë hapa tjetër, pse jo, ndoshta edhe protestë 1 orë, 2 orë, edhe na nuk kem qef, edhe me të vërtetë ndoshta jem detyruar që me blloku punën.